mund të ishte implikimi në kuadër të dhomave të specializuara edhe procesit gjyqësor që është atje. Musa. Spari nuk pajtona me zotin Elizi që po thotë ndoshta u dash milion më shumë për me arrestu. Nuk pajtosh? Jo, arrestimi... Jo, mi arrestu me ngrita këtë akuzën, e gabove. Mirë. Edhe me ngrita këtë akuzën, sepse nëse organet e hetësisë dhe të inteligjencës zbulojnë raste tjera, mund ngriten akuzat të reja dhe asnjë problem juridik nuk është në këtë çështje, vetëm shpresojmë që të punohet dhe të kenë informacione që të mbledhin prova dhe materiale dhe të zbulohen gjithë ata që janë qofshin antar, qofshin agent, qofshin bashkëpunëtor të BIA-s së Serbisë, sepse dëmtojnë rënd vendin tonë. Ndërka që implikimi tyre dhe publikimi tyre me emra dhe mbi emra për shkak se seancat në Republikën e Kosovës janë publike, është pozitiv për shkak se tash del në pasër me çfarë dëshmitarësh është duke punuar gjykata speciale, me çfarë dëshmitarësh të përgatitur nga Serbia, që janë me emër dhe mbi emër shqiptar, shkojnë dhe përpiqen ta vërtetojnë një akuzë në tërësi të pabazuar, duke pretenduar se në Kosovë ka pas krime lufte dhe krime kundër të drejtës ndërkombëtare, vrasje të civilëve, qofshin ata civilë serba apo civilë të komuniteteve tjera, dhe kjo tregon më së miri se në çfarë niveli ka arrit Serbia të depërtoj dhe të rekrutoj dëshmitarë. Nuk do të më harru faktin se bëhet fjalë për 2 persona që kanë qenë të involvuar në organe jashtëzakonisht të ndjeshme të Republikës Kosovës, edhe ta shtrohet pyetja sa janë të tillë, që janë edhe punojnë në institucionet të Kosovës, edhe që kanë mund të jenë edhe bashkëpunëtor të vetë të akuzuarve në gjykata speciale. Kjo mund të jetë një nisje për zbulimin e shumë të tjerë. Pas një dyshim, unë shpresoj që këta në fund funit është edhe në interesin e tyre personal nëse bashkëpunojnë me prokurorinë speciale, zbulojnë rrjetin e bashkëpunëtorëve të BIA-s së Serbisë. Natyrisht shteti i Kosovës e ka të drejtën me legj që t'i bëj bashkëpunëtor në mënyrë që zbulohen këta njerëz, bëhen dëshmitar bashkëpunues, edhe të paktën secili person mund gaboj, t'i zbulojnë raste të tjera, t'i zbulojnë individë të tjerë, se rendi edhe hierarkia bashkëpunuesve mund me shku deri në nivelet më të larta të qeverisë, por edhe të organeve të sigurisë, pa përjashtu asnjë institucion, mund të ketë të involvuar edhe në AKI, mund të ketë edhe në FSK, edhe në polici, edhe në brenda qeverisë dhe institucioneve, në gjitha shkallët e qeverisë, për shkak se Kosova në një periudhë kohore është qeverisë nga ndërkombëtarët, ta e kanë pas ma lehtë me depërtu, secili person që ka pas një lidhje me institucionet e Serbisë, di që këto po e flas për përvoje, kanë depërtu ma lehtë, dhe ka qenë një praktike unë miku që gjithë ata që kanë punuar gjatë kohës administratës së dëshme në Kosovë janë mbrojtur me ngulm nga unë miku dhe pothuajse gjithë kanë mbetë në për administratat qofshin në nivel lokal dhe qendror të punësuar. Prandaj unë mendoj që prokuria speciale këto do të... Ka bërë mirë që... Ka bërë mirë. Ka bërë mirë, po do të me vepru... Do të me vepru shumë ashpër. Vetëm pak... Bajraktari